Po normal, unë edhe kam sot ditë punës, natyrisht, sot janë thrirë seancat dhe janë, qysh me thonë, struktura udhëheqëse në ardhje, duhet sot kam thrirë seancat për dhonë betimet. Natyrisht, unë jam në vendin e punës, jam këtu, unë pres që të zhvillojnë procedurat ashtu qysh e lypin të më thonë procedurat ligjore dhe qysh në thirrën ligjet e Republikës Kosovës. Jepet betimi duket sot i ka thirrë kryetari në ardhje edhe kuvendin po dhe vetë duhet të japin betimin dhe më pastaj marrin qysh me thonë autoritetin fuqiplot edhe sekretari i ri. Unë jam këtu, jam në zyre dhe natyrisht unë pres. Në qoftë se është i vullnetit të vite unë në zyre, unë jam i gatshëm t'ja dorëzoj edhe çelësat edhe t'ja uroj detyrën e re dhe i kthehem unë detyrës time si zyrtar për kthim dhe komunitete. Mirë po të shohin, besoj që gjithçka do shkojnë në rregull, unë uroj që ata të zhvillojnë procedurat që duhet, të japin betimet, unë jam këtu për i pres, do të thonë në qoftë ata veç kanë edhe në agjendë dhe kanë vullnetin të takohen edhe me mua. Unë jam i gatshëm t'ja dorëzoj çelësat e zyres kryetarit dhe t'ja uroj detyrën e re kryetarit të ri natyrisht. Unë e respektoj do të thotë secilën vendim që rrjedh për procedura ligjore ashtu që neve na mundsojnë ligjet e Republikës Kosovës. Kështu që unë jam këtu.